Një kriminal I dënuar që planifikoi të shpërthente një bombë në një stadium futbolli, po apelon kundër dëbimit të tij nga frika se do të vritet nga gangsterët rival në vendlindjen e tij në Shqipëri. Maksim Çela, 59 vjeç, po ecën I lirë në rrugët e Britanisë pasi kreu 23 vite burg për vrasjen e një polici dhe planifikimin për të shpërthyer një bombë në një stadium futbolli 12.000 vendesh. Në vitin 2000, u tha në një gjykatë imigracioni, mbreti mafioz I cili tashmë I ka kushtuar taksa paguesve 10 mijëra pound për të luftuar deportimin, pretendon se nuk mund të kthehet në Shqipëri sepse bandat e tmerrshme do të kompletojnë hakmarrje kundër tij. Edhe Çela pretendon se ai ishte dënuar gabimisht për krimet e tij dhe se ndjekja e tij ka qenë e motivuar politikisht. Sipas Home Office, 59 vjeçari është një terrorist I dhunshëm, I cili duhet të deportohet. Home Office beson se Çela e shpiku historinë e tij pasi mësoi se nuk do të ishte në gjendje të fitonte azilin. Çela I cili ka lindur në qytetin shqiptar të Lushnjës, thotë se ka qenë një biznesmen. Ai ka treguar se drejtonte një biznes shitjesh makinash, duke punuar gjithashtu në një klinik dentare dhe një spital. Azil kërkuesi fillimisht u burgos, pasi komploti I tij për të shpërthyer një bombë në një stadium u zbulua në vitin 2001, ai u burgos për 5 vite nga një gjykatë shqiptare. Çela u dënua me 25 vite burg në shtator 2006 për pjesëmarrje në organizata kriminale, vrasjen e një oficeri policie, Klenti Bano, dhe prodhim dhe mbajtja pa leje të armëve dhe municioneve, u tha në sallën e gjyqit. Ai u lirua në dhjetor 2022, pasi kishte kryer më shumë se 23 vjet nga dënimi I tij 25 vjeçar. Në dhjetor 2022 ai u largua nga Shqipëria për në Spanjë, udhëtoi për në Itali dhe më pas fluturoi për në Mbretërinë e Bashkuar, me atë që ai pranoi se ishte një pasaport false, duke mbërritur në Heathrow në janar 2023, kur u intervistua fillimisht nga zyra e brendshme. Çela pretendoi se 3 grupe të tmerrshme kriminale po vinin pas tij dhe familjes së tij, sepse ishte antar I bandës së Lushnjës, u tha në gjykat. Një letër drejtuar zyrës së brendshme të shkuar në emër të tij thoshte se antarët e bandës rivale do ta ekzekutonin për hakmarrje nëse ai kthehej. Çela që atëherë ka ndryshuar historinë e tij, thot Home Office, duke pretenduar se ai kurrë nuk ishte me të vërtetë një antar I bandës, por e kishte trilluar, ishte I motivuar politikisht dhe unë isha thjesht një biznesmen, tha Çela, I cili përfaqësoi veten në seancë dhe foli përmes një përkthyesi. Shqiptari tha në gjykatë se kishte 4 tentativa për ta vrarë gjatë kohës që ishte në burg. Zyra e brendshme thotë se ai ka egzageruar kërcënimin nga bandat rivale dhe mund të marrë mbrojtje nga autoritetet shqiptare ose të zhvendoset në një zonë tjetër të vendit nëse deportohet. Paul Skinner, që përfaqësonte Home Office, e pyeti Çelën, a është drejt që bën dhe thua çfarë të duash për të marrë atë që dëshiron apo jo? Ju vërtet dëshironi të jeni në MB për të qenë me gruan dhe vajzën tuaj dhe jeni të gatshëm të bëni gjithçka që duhet për të qëndruar, tha ai. Sipas tij, shteti shqiptar po ndërmerr hapa për të shmangur rreziqet me të cilat mundet të përballet zoti Çela. Kërkesa për azil e Çelës u refuzua nga një gjyqtar në gjykatën e emigracionit të nivelit të lartë, por një pretendim I veçantë se jeta e tij ishte në rrezik nga bandat rivale u pranua. Pas një apeli nga zyra e brendshme, një panel gjyqtarësh anuloi vendimin, duke gjetur se kishte pasur një gabim ligjor. Gjykata e nivelit të lartë tani do të marrë një vendim nëse Çela mund të qëndrojë.